Sa përket ndërmarrjes së veprime nga ana e Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës në bashkëpuntim me Policinë e Kosovës dhe Agjencion Kosovar të Inteligjencës në drejtim të identifikimit të personave të cilët janë pjesë përbërëse të strukturave qoftë terroriste me elemente spionazhi, së ditës kemi pasur një veprim të organizuar mirë nga mekanizmi përkatës, i cili ka identifikuar, përcjellë dhe vëzhguar nëpërmes formave të ndryshme operative duke e konkretizuar punën e saj sipas gjithagjasave të gjatë për ta sjellur para organeve të drejtësisë personit dëshuar i cili ndër të tjerash ka precedent kriminal sa përket bashkimit në një organizëm terrorist ISIS, por njëkohësisht tani me elemente të reja të veprimeve të spionazhit në drejtim të cënimit të rendit kushtetues të Republikës së Kosovës, mendoj se organi ndjekës, pra Policia e Kosovës në bashkëpundim edhe me mekanizmat e tjerë, që në këtë rast Inteligjenca e Kosovës, kanë kryer një punë të jashtëzakonshme operative duke minimizuar dëmin e shkaktuar nga personi apo persona të tjerë që mund të jenë pjesë përbërëse këtij grupit, dhe kjo dëshmon faktin që Kosova ka mekanizma të mjaftuara, të qëndrueshëm, të cilat kryejnë punë në mënyrë perfide, profesionale për të garantuar mbarvajtjen e proceseve dhe normatives kushtetuese në Republikën e Kosovës.